Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush çfarë po ndodh në Shqipëri. Lajmet po na trondisin, video të frikshme, qytetet të mbuluara nga ujë dhe njerëz që kërkojnë ndihmën, kërkojnë shpresën. Në redaksin time kam mbritur një letër nga një zonjë moshuar, një letër në kuptimin virtual, e cila tregon dhimbjen edhe tmerrin që po kalojmë, por unë kam arritur që të siguroj edhe lajmet më të fundit në orët e fundit në Shqipërinë tonë të dashur. Shqipëria nën ujë për 3 ditë radhazi. Përmbytje, evakuime dhe fatkeqësisht kemi dhe viktimën e parë. Më thënë, temperaturat janë pothuajse në minus, shumë ftohtë dhe normalisht ka njerëz të cilët janë të smur dhe nuk mund t'i mbijetojnë kësaj tragjedie që e ka kapluar Shqipërinë. Prej 3 ditësh, shumë zona të Shqipërisë vijojnë të përballen me përmbytje të rënda si pasojë e rreshjeve intensive të shiut, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke vënë në rrezik jetën e të gjithë qytetarëve. Këtë të enjte u regjistrua edhe viktima e parë nga moti i keq. Një 54 vjeçar u gjet pa shenja jete në një kanal kullues pranë ish repartit ushtarak. Do me thënë, pranë ish repartit ushtarak në kanalin kullues, një zotëri 54 vjeç është gjetur pa shenja jete. Paraprakisht dyshohet se shtetasi me inicialet A.H është marrë nga rrjedha e ujit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata më problematike paraqitet në qarqet e Shkodrës, Lezhës, Durrësit, Fijerit, Beratit edhe Gjirokastrës, ndërsa qarqet e tjera mbeten nën monitorim të vazhdueshëm. Në disa zona të Elbasanit dhe në veri të vendit, rreshjet e shiut janë shndruar në dëbor, duke shkaktuar vështirësi serioze në qarkullimin rrugor. Në Vlorë, niveli i lumit Vjos në Novosel ka kaluar mbi 8 metra. Janë evakuuar 13 familje pranë urës së Mifolit dhe në zonën e Novoselës, ndërsa në Shkodër uji ka mbuluar rrugën kryesore në fshatin Obot me rreth 60 cm. Do me thënë, në Novosel edhe në Mifolit, pranë urës së Mifolitit, janë evakuuar 13 familje, ndërsa në Shkodër uji ka mbuluar rrugën kryesore në fshatin Obot me rreth 60 cm. Ndërsa 15 banesa në vaun e Dejës janë të rrethuara nga uji. Në Lezhë, rreth 3000 hektar tokë bujqësore janë nën ujë. Mbi 100 banesa janë të rrethuara dhe janë evakuuar dhe disa familje. Në Durrës situata mbetet kritike. Rreth 800 banesa dhe objekte janë të përmbytura. Në qyteti më kritik aktualisht është Durrësi. Ndërsa qindra persona janë të strehuar në qendra e Mirgjente. Problemet të theksuara raportohen edhe në Krujë, në Shijak, në Shkodër edhe në Korçë, Berat edhe Fier, me përmbytje banesash, rëshqitje, dherash dhe bllokime rrugore. Ndërsa autoritetet vijojnë punën në teren, banorët përballen me frikë, pasiguri dhe humbje të mëdha. Që realisht në redaksin tonë, siç e thash më parë, do me thënë, kam mbritur edhe një letër nga një grua e moshuar e cila shkruan: uji na mori gjithçka, ndërsa në këtë mes thot frika nuk po na lë që të flem në asnjë mënyrë. E dashur Shqipëri, thot, po të shkruaj me duar që më dridhen edhe me zemër të mbushur me frikë. Jam një grua e moshuar
Jam 72 vjeçe dhe jetoj në një nga fshatrat që sot është nën ujë. Prej 3 netësh nuk kemi mbyllur sy. Zhurma e shiut dhe e ujit që godet muret e shtëpisë më duket si një ulërim që nuk pushon kurrë. Uji na ka hyrë brënda pa trokitur. Na mori dyshekët, na mori bukën, rrobat, kujtimet e një jete të tërë. Në errësirë me dritë qiriu, ajo që ne po bëjmë në këto momente është se po përqafojmë njëri tjetrin. Duke u lutur që të zbardhën dita, kam parë frikë në sytë e nipër vetmi. Frikë që nuk do të haroj kur në asnjë lloj mënyre. Nuk kemi frikë vetëm nga uji, por kemi frikë nga haresa. Nga mendimi se ndoshta nesër do të mbetemi vetëm, pa shtëpi, pa ndihmë edhe pa zë. Ne nuk kërkojmë shumë, vetëm që të mos na lini vetëm në këtë tmerr. Ju lutem mos na haroni me dhimbjen dhe shpresën e një nëne dhe një gjyshe nga këto zona të përmbytura. Do të thënë vetë letra është një shkrim i shkurtër, tregon gjithçka, tregon tmerrin, tregon frikën, dhimbjen që në fakt janë duke e kaluar. Fatkeqësisht këto shira nuk kanë mbetur vetëm në Shqipëri, edhe disa zona të Maqedonisë së Veriut janë të përmbytura. Do të thënë, unë apeloj të këtë gjithë kompanitë e mëdha, të këtë gjithë firmat gjigande, Fondacioni Dritan Hoxha së bashku me televizionin Top Channel kishin marrë një rrugtim për të ndihmuar të gjitha familjet të cilat janë të prekura nga kjo ngjarje. Uroj me zemër që ta kalojnë sa më shpejt këtë vështirësi që në fakt po kalojnë këto ditë. Nuk është e lehtë të shohësh të gjitha ato vite punë, të gjitha ato vite lodhje të përmbytura dhe të shohësh gjithçka që po shkatërrohet në sy, por ajo që ne lutemi pafund është që të mos të kemi viktima, sepse në fund të ditës gjërat materiale kthehen, ndërsa njeriu shkon atje ku nuk kthehet. Kjo letër në fakt më ka emocionuar shumë që unë të bëj këtë video dhe të sjell pranë jush edhe ngjarjet më të fundit, domethënë se çfarë po ndodh në këto zona të Shqipërisë që realisht janë më të rrezikuarat dhe më kritiket, por edhe këtë në fakt që kjo zonjë e nderuar po e shkruan me shumë dhimbje edhe me shumë pikëllim në shpirtin e saj për atë se në fakt çfarë po ndodh.